Fat Kasapi në një intervistë tani më çon tek ai sepse jemi në atë temën e nxehtë. Thonte që muzika më ngarkoi shumë, thonte. Edhe gjëja thonte qetësi në vete dhe qetësia që e gjeja ishte vetëm lidhja ime shpirtërore, unë dhe Zoti, lutjet, qetësia, dashuria që unë kisha për Zotin. Ai më bënte që unë të qetësoj shpirtin. Unë nuk do të atë përrej, shpati ka falë namaz. Po, se e thash unë në pjesë të parë, ka falë 5 vakët kohë Unë namaz. nuk do të, mos thot dikush tash, Po. ja hoxha ishe njerëzit në xhenet. Unë nuk ishe njerëzit as në xhenet as në xhenem. Po. Por ne e flas me atë që e kemi pa. Po. Unë e di se ka qenë shumë i ngarkuar sikur se thatë edhe ju. Po. Ka pasën stres. Normal Këtë se hoxha, puna që ka bërë muzika, stresin, veç kur të shoh unë ti dhe hoxha, ma largon edhe mi stres. Vetëm kur mi thot disa fjalë pejgamberit alayhis salam, ma hek ke stres. Kështu më thonte. Thotë, ma tregote një tregim. Edhe na biseda të lira, muhabete. Shoqërore, po. Mirë po, ai biseda jonë e lirë, ai muhabeti jonë i lirë, e prekte në zemër dhe ai qetësoi. Do të thonë, qetësoi në atë kuptimin se e ke parasysh termine, strese, takime, ajo kjo shko andej, shko këndej, Shumë e lot. në shumë. Edhe tash vjen koha njeriu ka nevojë të pushon. Po. Jo vetëm trupi, po të pushon shpirti. E ndonjëherë ky shpirt është një farë boshllëku, një farë zbrastire brenda që duhet të mbushet. Ajo që ka e mbush shpirtin është vetëm lidhja vertikale me Zotin e gjithësisë. Nëse nuk e ka besimtari, faktikisht ai do të jetë i thatë, trup do të ketë, por me shpirt do të jetë shumë i thatë, edhe i dobët.